Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam tha, nëse një i ri e nderon dhe respekton të moshuarin për hatër të Zotit Dhul Gjelal, për hatër të moshës së tij, Zoti ka për ta bërë këtë të ri që në moment kur të vjetërohet, kur të shtyhet në moshë ky vet, edhe nëse nuk ka djem dhe vajza, ka me dërgu njerëz për t'i shërby këtij njeriut 1000 herë ma mirë se sa që kishin me mujt me i shërbyen e vladët e vetë. Ja thash disa të moshuarve dikon këtë këshill: ju nuk jeni të vetëm, ju e keni dashurinë e krejt njerëzve, se ju këtë veprim e keni bërë në rininë e juaj. Sot jeni në syt, në lupën, në kujdesjen, në respektin e miliona njerëzve shqiptarë.